Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrinj, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7. Ndër të tjera do të ndiqni. Kryeministri Rama takohet me banorët që preken nga projekti TID në qendër të Durrësit, verifikim shqetësimeve të tyre, por investimi nuk do të ndalet. Banorët e rrjollit në Velipoj përplasen me forcat e policisë duke mos lejuar punimet për resortin turistik, qellohen me gur dhe makineritë e firmës private. Berisha i quan ish sekretarin e përgjithshëm të qeverisë Angela Gaçi, një mafioz që do përballet me ligjin, opozita protesta deri në rrëzimin e Ramës. Vijmë të njihemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Kryeministri Rama ishte këtë të shtunë në Durrës, ku zhvilloi një takim me banorët që preken nga një projekt në qendrën historike të qytetit. Rama vuri në dukje se investimi nuk do të ndalet, por më parë do të verifikohen shqetësimet e familjeve, ndërsa banorët që do të ushemben shtëpit kërkuan të kompensohen me vlerën e tregut. Protestat e banorëve të Durrësit, të cilët preken nga projekti TID, vu në lëvizje kryeministrin Edi Rama. Këtë të shtunë, kreu i qeverisë mbërriti në bashkinë e qytetit bregdetar, teksa priti për një bashkëbisedim protestuesit, të cilët ishin jo pak të revoltuar. Në takimin e mbajtur në sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak, ishin të pranishëm rreth 30 banor, ndërsa shumë të tjerë të shoqëruar dhe nga eksponent të partive opozitare, qëndruan për mbi 2 orë në shesh, ku nuk mungonin pankartat ku shkruhej: "Larg duart nga pronat tona". Në përfundim të takimit, kryeministri u prit me thirrje të Rama ik nga disa prej të pranishmëve në shesh, të cilët u shoqëruan në polici nga forcat e rendit. Pas takimit, për mediat kryeministri shpjegoi se ka dëgjuar të gjithë palët, ndërsa protestën jashtë ambienteve të bashkisë e cilësoi si të inëcuar për interesat e opozitës. Po përfaqësojmë vetëm hallin e një 80 kusur vjeçari të rrjedhur nga çdo lloj rrugë të arsyes, krijojnë situata që janë qesharake dhe që tregojnë se ku është katandisur ajo farë partie. Sa i përket projektit, kreu i qeverisë theksoi se ai nuk do të ndalet, por do të ketë verifikime për disa objekte që mund të kenë vlera të trashëgimisë kulturore. Projekti nuk do të ndalet, projekti do të zbatohet, por do të bëjmë një verifikim për disa shtëpi që janë trashëgimi kulturore. Megjithatë, situata u pasqyrua ndryshe nga përfaqësuesja e banorëve, e cila theksoi se nuk ka patur asnjë dakordsi. Të anulloj të gjithë letrat, të gjithë vendimet e IKMT-s, në mënyrë urgjente, ose njerëzit pasaj do t'jenë bashkë në çdo godinë që ta mbrojmë. Bashkia e Durrësit ka paralajmëruar banorët se kanë kohë deri në datën 16 shkurt për të liruar vullnetarisht banesat e tyre, në mënyrë që të vijojë zbatimi i projektit TID. Edhe këtë të shtunë, banorët e rrjollit në Velipoj nuk lejuan punimet për ndërtimin e resortit turistik në tokat që pretendojnë se janë të tyret. Ata janë konfliktuar me policinë, ndërsa kanë qelluar me gur makineritë e kompanisë private. Banorët e rrjollit u rikthyen në protestë këtë të shtunë për të kundërshtuar ndërtimin e një resorti turistik në zonë. Ata u përplasën me policinë gjatë përpjekjes për të ndaluar punimet në pronat e tyre, ku po ndërtohet resorti. Jam me tension, së kom shini. Unë du me lonë kryet e tonë, se du me pronë fëmijët e mi i tonë, du me pas jetën e tonë. I to jam ullë, edhe për i venit nuk luj. Letën vinë kur shdojnë. Unë jam drejtë e me. Mos kjoshim në drejtën tonë, mos ja pafshim hojrin. Gra edhe fëmijët tash mrapa do të ketë çdo ditë. Sepse unë kam përdor deri tani metodën që të merrem i vesh dhe të ulemi në tyres. Gjitha institucionet e shtetit shqiptar unë jam paraqit dhe jam drejtuar për këtë problem. Meqense asnjë lloj institucioni nuk ka dhënë asnjë lloj zgjidhje, atëherë nuk na ka me gjë tjetër që gra, fëmijë, burra, plec, qatë jemi gjallë, trashëgimtar, të afërmtar, miq, të vinë këtu dhe të luftojmë për të mbrojtur tokat tona. Sipas banorëve, kordoni i policisë nuk i lejon ata të hyjnë në tokat e tyre dhe mjetet e ndërtimit po vazhdojnë punimet.
Banorët kanë qelluar me gur drejt fadrumave të kompanisë, duke u kërkuar punojësve të zbresin dhe të mos tentojnë të nisin punën. Na jena venalito. Ju nuk mund të thoni se nuk jena venali. Tu do merre vesh me ne përpara atëherë me të tjerë. Do mbledhim edhe më shumë, edhe 9 ditë me gra me fëmijë, ta mbrojmë tokën tonë, sepse në këtë tokë kanë dhënë xhak 2 tonë. Për zotin veç se lodhen këtë mëse të vdekje janë gjithë me gra me fëmijë me tonë marë. Ta harrojnë këtë gjë se do shkojnë ashtu si kujtojnë ata. Nuk kena kundër zhvillimit, po me na dhanë hakun tonë. Po i thonë vetëm i kaq. Gjyshi i fëmijë, deri kur ka dhanë shpirt ka ecë për letrat e kësaj tokë. Bela ka lanë fëmijët pa bukë, bela ka shku me pucë grisuna, edhe kësaj tokë i ka rënë mrapa se ka le arriti to. Sipas tyre, dokumentacioni që ata zotërojnë provon pronësinë e ligjshme të tokës dhe kërkojnë nga organet e drejtësisë që çështja të trajtohet me prioritet, duke shmangur zvarritjen e mëtejshme të procesit. Projekti në fjalë parashikon ndërtimin e një kompleksi turistik në një sipërfaqe prej rreth 146 hektarësh në zonën ranore pranë Velipojës. Në një bashkëbisedim me qytetarët në rrjetet sociale, Berisha sulmoi ashpër ish sekretarin e përgjithshëm të qeverisë, Angela Gaçin. Ai e quajti atë një mafioz të rrezikshëm që do të përballet me ligjin. Berisha foli edhe për protestën e 20 shkurtit, duke nënvizuar se revolta nuk do të ndalet deri në rrëzimin e Ramës. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha reagoi për dorëheqjen e sekretarit të përgjithshëm të Këshillit të Ministrave Angela Gaçi, duke cilësuar atë si një person të përfshirë në botën e krimit. Ju duhet ta dini se Dona Gaçi Dhurat Madhi është një nga koskat mafioze më të rrezikshme të Ballkanit. Me efekte, me vërtetari mafioze kundër Shqipërisë dhe shqiptarëve dhe kundër italianëve dhe shtetit italian. Sipas Berishës, qëndrimet e kryeministrit Edi Rama sa i përket çështjes Balluku nuk vijnë për të mbrojtur numrin 2 të qeverisë, por veten e tij. Ai po mbron veten e tij sepse në çdo firmë të Lubis është firma e Edi Ramës. Krye opozitari komentoi dhe protestën e ardhshme të 20 shkurtit, teksa theksoi se do të jenë qytetarët ata që do të vendosin lëvizjet dhe skenarët e tubimit. Ideja juaj që mos largimin nga sheshi por gjimin e narkoshtetit është absolutisht ideja më e drejtë. Qytetarët të vendosin gjërësisht në këtë drejtim, ajo do jetë dhe faza përfundimtare e fitores tonë. Nuk harroi as ironit me Lulzim Bashën dhe Ervin Salianjin. Nuk bëhet fjalë këtu për Bashën dhe pasardhësin e tij Salianin. Për këta nuk mund të bëhet fjalë, se këta janë fatkeqi. Njerëz të keq përdorur në shkallë ekstreme nga Edi Rama. Bashkëbisedimin e tij online me qytetarët, Berisha e mbylli me një ftesë për t'u bashkuar protestës javën e ardhshme. 14 protestues që u arrestuan nga policia e Tiranës gjatë protestës së Partisë Demokratike më 10 shkurt u lanë në detyrim paraqitje nga gjykata e Tiranës. Të premten dhoma penale liroi edhe 7 mitur që kishin përfunduar në qeli për 6 vepra penale, goditje për shkak të detyrës, plagosja e rënd me dashje, prishja e rendit dhe qetësisë publike, shkelja e rregullave mbi lëndët plasëse dhe djegëse, shkatrimi i pronës me zjarr dhe kundërshtimi i punonjësit të rendit publik. Nga protesta opozitës u lënduan nga molotovët 19 polic në krye të detyrës, një qytetar si dhe deputeti demokrat Bledion Allati. Një 18 vjeçare identifikuar si Natalia Murtati plagosi veten me armëzjarri mbrëmjen e të premtes në Tiranë. Ajo ishte vetëm në një dhomë hoteli në Sauk kur qelloi veten me një plumb në gjoks.
Kur ndodhi ngjarja në hotel ishin edhe i dashuri i saj, Erisial Borgjuta, 22 vjeç dhe babai i tij. Babë e birë njoftuan edhe familjarët e tjerë dhe vendosën të pastrojnë vendngjarjen dhe të fshehin armën e zjarrit. Ata e dërguan të re në spital ku deklaruan se vajzën e kishin gjetur të plagosur te rreth rrotullimi i ekonomikut, por hetimet zbuluan se vetë plagosja ndodhi në hotelin e tyre dhe policia arrestoi nënën dhe xhaxhain e 22 vjeçarit, ndërsa në kërkim u shpallën Erisial Borgjuta dhe babai e kushëriri i tij. Pas ndërhyrjes, Natalia Murtati ndodhet në gjendje të mirë shëndetësore dhe deklaroi se kishte si qëllim të vriste veten. Qindra familje në një fshat pranë Fierit ankohen për rrugën e zonës që sipas tyre janë mbushur me gropa e baltë. Sipas tyre, ankesat e vazhdueshme në bashki kanë sjellë vetëm premtime, por asnjë zgjidhje në terren. 10 banorë të fshatit Daullaz në bashkinë Fier kanë protestuar për rrugët e amortizuara, të cilat nuk kanë njohur asnjë investim prej dekadash, duke u kthyer në shqetësimin më madhor të përditshmërisë së tyre. Në kulmin e indignatas, ata pohojnë një zëri se familjet jetojnë mes baltës e grupave të mëdha, ndonse janë taksapagues të rregullt. Kemi shumë probleme me rrugën e Varrezave, jemi ankuar tek administratori i zonës edhe nuk na pyet fare. Administratori i zonës, kryeplaku i fshatit nuk marrin pjesë në këto probleme të fshatit fare. Neve vetë kemi bërë që kemi hedhur këtë bitumin e zi. Shteti asnjë s'ka bërë këtu. Na premtoi të 2024-s në fund qershorit të vini dhe të shikoni rrugën se do ta përfundojmë me rrë bituminoze ose asfalt. As e bëri asnjë s'ka bërë. Ata thonë se shqetësimet i kanë adresuar disa herë, jo vetëm pranë bashkisë, por edhe tek njësia administrative, por deri më sot kanë marrë vetëm premtime boshe dhe asnjë zgjidhje konkrete në terren. Edhe në Behar, neve në krah ngrem me itin, arqivolin. S'njidhet rruga, ajo rrugë jesh në Dimër, ajo është edhe në Behar, se në Behar çka kujton se më rregullohet, a kush ta rregulloj. Në Dimër edhe në verë e keqe situata, edhe në verë e keqe se dalin ato erat gjerat shumë, nuk kaloj një makinë, nuk kalon dot. Mrapa saj se bëhet tërplur, po më keq është në Dimër. Përballë kësaj situate, ata apelojnë për investime në zonën e tyre, teksa theksojnë se është e papranueshme që duke qenë vetëm 1 kilometër larg qytetit, të jenë lënë tërësisht në arresën e investimeve. Shën Valentini është një moment për të vënë në dukje dashurinë, por jo vetëm mes të rinjve. I tillë është rasti një çifti artistësh në Elbasan, të cilët këtë të shtunë festojnë lidhjen e tyre 40 vjeçare. U njohën para 40 viteve dhe që atëherë kanë dedikuar jetën njëri tjetrit. Ky Shën Valentini e gjen Dimitrin nga Elbasani që në mëngjes në dyqanin e luleve për të marrë trëndafilat e kuq për dashurinë e jetës së tij, thot bardhën. Edhe pse të dy kanë pasur një jetë shumë aktive, pasi që të dy janë artistë, filmi më i bukur i tyre është historia e dashurisë, të cilën aktori i njohur tregon se si nisi. Urdhëroj këto lule në shenjë të dashurisë. Njoja në fillim ka qenë shumë miqësore. Shkoshim kave, dilshim, i veja shpesh herë në shtëpi, njëfësha me teatrin kësaj, me vëllan, gjithë kishim ma be. Kjo ishte me mua, thoshte që ka. Kjo shoqja këtu është shumë e mirë. Ta bëj ty të shoqjen unë, ta bëj të shoqjen unë. E shifja unë, pa jame së është për muaja. Henë të jetë, pastaj lindi dashuria vetë. 40 vite jetë së bashku nuk kanë qenë të lehta, por sipas fatbardhës, ata ja kanë dalë duke u mbështetur për çdo gjë tek njëri tjetri. Në një marrëdhënie në çift duhet të jesh edhe shok me partnerin, jo thjesht burri apo gruaja, të ndash të mirat e të këqijat, por në bashkëpunim dhe me shumë dashuri. Si çdo çift ka uljet e ngritjet e veta, qofshin ekonomike, qofshin çfarë do lloji, por ne kemi ditur ti ka përcejmë ato. Afër gjysmë shekullit së bashku, Fatbardha dhe Dimitri bien dakord në një pikë, se thelbi i lumturisë dhe një marrëdhënie të shëndetshme është dashuria, ndaj kurajojnë të rinj që ta vlerësojnë si gjën më të bukur. Kjo është idiotësia, ta duash partnerin ose partnerin në mënyrë pa interes, me zemër. Dhe kjo ne të dy kjo na karakterizon, domethënë si gjë. Dashuria, i them këtyre drejt nuk blihet me para. Para e ikën e vjen, pa dashurin kur se kem. Padyshim që jeta e Fatbardhës dhe e Dimitrit nuk ka qenë lehtë, pasi sfidat kanë qenë të shumta dhe vështirësi gjithashtu. Por fakti se ata festojnë sot 40 Shën Valentin tregon se mbi çdo pengesë zgjodhen dashurinë, duke kthyer historinë e tyre në veprën më të suksesshme të jetës.
Karnavalet i dhuruan një atmosferë të veçantë qytetit të Shkodrës, tingujt e muzikës, dritat dhe ngjyrat e kostumeve mbuluan zonën e qendrës, duke sjellë argëtim dhe momente festive, sidomos për fëmijët. Shkodra përjetoi një nga netët më të veçanta të karnavaleve me një paradë unike karrosh alegorike, dritash dhe personazhesh që pushtuan rrugët kryesore të qytetit. Ngjyrat, kostumet kreative dhe energjia e pesëmarrësve e kthyen qendrën në një skenë të hapur feste. Spektakli kulmoi me një mapping show në fasadën e Bashkisë së Shkodrës, ku loja e dritave lëvizse, elementet vizual dhe ritmi i muzikës krijuan një atmosferë magjike që mbajti të mbledhur qindra qytetarë në shesh. Fëmijët dhe të rinjt shprehan entuziazmin dhe gëzimin për këtë përjetim të veçantë, duke e cilësuar paradën dhe shfaqjen si momente të më të bukura të festës. Çdo vit është të bëhet edhe më bukur, edhe shpresoj që të bëhet edhe më bukur. Atmosfera është shumë e bukur, çdo gjë perfekt, shumë më mirë edhe çdo ditë ashtu bëhet më bukur. Venecian gjithmonë janë më të veçantë. Është një super organizim se edhe për një të ri që mund të bëj diçka më të ri edhe më të bukur, edhe pse jam me kalu kohën e lirë që ne mund të kemi. Çështë kam marrë vetë mos i kam menduar që më ardh karnavalet prep. Me fytyrë qeshun e zemër të bardhë, do të festojmë të gjithë bashkë. Shkodra thot mirë se ke ardhur. Karneval 2026. Karnavalet vazhdojnë të dëshmojnë se Shkodra ditë të bashkojë traditën me kreativitetin modern, duke i dhënë qytetit të ritëm, ngjyra dhe jetë. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirëpafshim.